Bravo për Parim Rama që anullove kontratat Jeta Zgjarës. Respekt pa fund. Minimumi që mund të bëjnë gjithë politikanët e opozitës tash tutje pas rastit të Lule Xhelit është ta bojkotojnë emisionin e Jeta Zgjarës. Meqenëse si s'kan guxim me bo vendime më të guximshme se sa përparimi. Në fakt përparimi nuk është vetëm i guximshëm miq. Parim Rama është pothuajse ndër politikanët e vetëm skena aktuale që premton një emancipim të vërtet të kulturës politike në Kosovë. A dini pse sa ai nuk mbart me vete komplekset ideologjike politike të kalumës edhe po din me respektu njëkohësisht trashëgimin institucionale edhe të UÇK-s, edhe të Rrugovës, edhe të tjerëve pa rënë atë kurthin e instrumentalizimit politik. Dhe pikërisht është kjo ajo çfarë komplekson politikanët e sotëm. Duke qenë figurë me përvojë ndërkombëtare, kulturë urbane, edhe formim intelektual, ai po i sfidon drejt për drejt edhe mentalitetin dhe mbetjet jugoslave në Prishtinë. Familjet të cilët diku i gostisnin arkanin në hotelet e tyre nëpër Prishtinë, të cilët rritën në një kasaba me plumazhi, zërraxhi, kockare me nostalgji primitive jugoslave, ndërsa sot përpiqen ta paraqesin vetë si elitë vetëm se kanë lidhur në Prishtinë. Po fakti që ke lindë në Prishtinë o gjëna pranë erës së pestë të kanalizimit të Prishtevkës e të Vellushës nuk të bën qytetar. Në realitet, shumë prej tyre mbeten analfabet funksional ose maksimumi me formim krejtësisht mesatar. Por gjithmonë me një arrogancë kështu provinciale që japin vetes me të drejtë me qytet tjerë të provincial. Dhe pikërisht ta njerëz ngarkuar me komplekset e trashëguar nga kaluara tyre, kisha me thonë në shoqërore dhe kulturore, vazhdojnë ta përkojnë Jeta Zgjarën. A dini pse? Sepse aja në familje i ka ushqyer me vitet tona me shpresën se Prishtina duhet shliruar nga katunarët. Ky është një diskurs përjashtues, klasist dhe thellësisht antidemokratik. Mirë po tash, përveç kompleksit të origjinës që kanë këta tipa, këta që flinë për parimin dhe politikanët e tjerë, ta kanë zgjedhur me mbetë dhe pengë një mentaliteti primitiv që shfaq një habitus kulturor të pazhvilluar. Dhe këta tipa kanë vështirë me bashkëtu me standardet e dijes të kulturës apo edhe të debatit racional. Përballë kësaj mendësie tash, politikanët si Parim Rama, Ramush Haradinaj, Davut Haradinaj, të vetmit që i dalin hapur përballë pa komplekse dhe pa hezitim mbetjeve jugoslave të Prishtevkës e të Vellushës, atyre që ja kanë hapur derën arkanit. Sa për përbarimin, mjafton të shohësh aktivitetin dhe projektet e realizuara në faqet e tij në Facebook për me kuptuar se përtej politikës ai po prodhon punë konkrete për kryeqytetin. Prandaj mund thuhet se Parim Rama përfaqëson një shkëndij shprehse për me shkput Kosovën nga bolta e mentalitetit jugoslav dhe nga pseudo-elitat e plumazhive, zërraxhive, të cilët nën petkun e urbanitetit e kanë bërë vendin peng të një kulture përjashtuese dhe vetkënaqëse. Janë pikërisht këto mbetje ideologjike jugoslave që preferojnë një Kosovë të izoluar, të ngujuar në lumen e konfliktet të kalumës, në një vend të pa integruar në Bashkimin Evropian, përderisa vendet e tjera të rajonit të izoluar nga Bashkimi Evropian, përderisa vendet e tjera të rajonit po ecin me hapa gjigant drejt integrimeve euroatlantike. Bravo për vendimin ndaj Jeta Zgjarës. Opozitor, mos gaboni me shku asnjëri në emision Jeta Zgjarës.